Gaboni njeh Kosovën, shkon në 82 numri I njohjeve. Shkolla Faj Konica pa dyer, drejtoresha gjen zgjidhjen, mësim me përshpëritje. Ikën Erhard Büller, vjen Erhard Drews, Kfori mbetet në duart e Gjermanisë. Shëndetësia në kolaps, mjekët punojnë kur të duan dhe ku të duan. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve në televizionin Top Kosova. Zëvendës kryeministri I parë I qeverisë së Republikës së Kosovës Behgjet Pacolli konfirmon zyrtarisht ardhjen e njohjes së 82 për shtetin e Kosovës nga Republika e Gabonit. Njohja zyrtarisht është konfirmuar zëvendës kryeministrit Pacolli në orët e vona të mbrëmjes së kaluar në Gabon nga udhëheqësit më të lartë të këtij shteti, ka njoftuar zyra e zotrit Pacolli. Këtë lajm e ka konfirmuar edhe Ministria e Jashtme e Kosovës. Aksioni I filluar në Tupall të Medvegjes, vend në të cilin dyshoi për varrezë masive, ka përfunduar pa ndonjë rezultat. Pasi edhe pas 2 ditë pune në hapjen e 450 metrave kanal, ekspertët e mjekësisë ligjore të Kosovës dhe ata të EULEX-it nuk kanë hasur në mbetje kockore. Ekspertë të Ministrisë së Drejtësisë, ata të Komisionit Qeveritar për të pagjeturit, si dhe ekspertë e EULEX-it nga Departamenti I Mjekësisë Ligjore, për 2 ditë rresht në Tupall të Medvegjes kanë hapur 450 metra kanal në sipërfaqe prej 16 ari, vend në të cilin dyshoi se janë varrosur shqiptarët e vranë nga forcat serbe gjatë kohës së luftës. Megjithatë, sipas ekspertëve, aksioni nuk ka rezultuar me ndonjë viktim të varrosur në atë lokacion. Këtë ka konfirmuar për Top Kosova edhe drejtori I Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Ministrinë e Drejtësisë, Arsim Gerxhaliu. Ky është vendi Tupall afër Medvegjes, ku janë hapur diku rreth 16 arë dhe janë krijuar 450 metra kanal. Kemi punuar në bazë të kërkesës sonë dhe kjo ka qenë kërkesë e delegacionit kosovar në bazë të informatorit I cili na ka treguar për këtë vend se ka qenë si një vend I dyshimit të ndonjë varreze masive. Por pas tërë kësaj pune, asgjë nuk ka dalur dhe kështu do të veprojmë në të ardhmen dhe I lutim të gjithë ata të cilët kanë informata se çdo vend I cili do të na jepë informat do të hapet. Ndërkohë, misioni për sundim të rendit dhe ligjit në Kosovë EULEX, I cili ishte pjesë e këtij operacioni, përmes një komunikate për media ka konfirmuar se ekspertët e saj kanë qenë në këtë lokacion për të hulumtuar dhe monitoruar vlerësimin e lokacionit. Informacioni pranuar nga Komisioni për persona të zhdukur I qeverisë së Kosovës pretendon se një numër I panjohur I shqiptarëve të Kosovës, viktima të luftës së viteve 1998-1999, mund të jenë varrosur këtu. Ne kemi dërguar një ekip të gjerë të ekspertëve të mjekësisë ligjore në lokacionin e supozuar. Roli I tyre është shumë I qartë, të veprojnë si observues dhe të sigurojnë se metodologjia e duhur e mjekësisë ligjore është duke u aplikuar gjatë zhvillimit të operacionit në terren, tha Alan Robinson, bashkëkryesuesi I EULEX-it në Departamentin e Mjekësisë Ligjore. EULEX është angazhuar në hulumtimin dhe vlerësimin e disa lokacioneve potenciale për të qenë varreza masive në Vushtrri, Mitrovic, Gjakov dhe Prizren. Shkolla fillore Faj Konica, edhe pse pa dyer, vazhdon mësimin. Drejtoresha e kësaj shkolle duket se ka gjetur zgjidhjen derisa dyert e porositura në Gjermani të vinë. Ajo u ka kërkuar nxënësve dhe mësuesve të flasin me ton të ulët në mënyrë që të mos krijojnë të llovi, por nuk sqarojnë se a munden nxënësit në fundin e klasës ta dëgjojnë mësuesin e tyre që flet me ton të ulët. Po jepni dezinformata. Po japim dezinformata, po japim ashtu që shënë. E japim të ty që jeni me incizu. Dhe sa jeni të tërishtë tash? Nuk u zonë. Kamera atje rejnë dhe sa vishtë e umë. Na kemi ta në shkolle, Ani me jo, informata jo. Se po jepni dezinformata. Po dezinformata? Dezinformata, dyre, dritare, jashtë. Hajtë. Ju ankonu atë të personi që ka jepë dezinformata. Shkoni ju, ankonu. Ju gazetar jeni që s'keni etik gazetar. Jo, kemi etik. Nuk ka taj që s'ka përdoret. Nuk ka etik gazetarit. Shapo incizon të vajtë. Ky ishte reagimi I parë I drejtoreshës së shkollës fillore Faj Konica në Prishtinë, pasi gazetarët e televizionit Top Kosova tentuan të bëjnë një storje mbi faktin se në këtë shkollë bëhet mësim edhe pse mungojnë dyert. Për më tepër, kjo drejtoreshe ka konsideruar si normal vijimin e mësimit në këto kushte, duke deklaruar se u është kërkuar nxënësve të flasin me ton të ulët që të mos krijohet zhurmë.
Mësimi filloi me 1 shtator, ashtu siç është paraqur nga Ministria e Arsimit. Vërtet është pak e vështirë se nuk mund të themi se me qenë edhe shumë normale nuk ndohen ndyrë të punë, po nuk mund të them se edhe është shumë vështirë sepse edhe arsimtarët edhe nxënësit e dinë se nuk ka dyrë dhe nuk e lëshojnë zanin aq sa duhet, por me një ton pak matur që të mundet me mbajt mësimi. Ragip Gjoshi, këshilltar politik në Ministrinë e Arsimit, thot se arsyeja pse është vonuar vendosja e dyrëve në këtë shkollë është se ato janë porositur jashtë shtetit. Ne pavarësisht ende në sinin e verës dhe moti është i volitshëm që të organizohet mësimi edhe në këto rrethana. E rëndësishme është që me shtator ka filluar mësimi edhe në këtë shkollë. Fakti është se kompania e cila kryen punimet dhe donatori ka vendosur që dyrët të sjell nga Gjermania dhe kjo vonesa e ardhes së dyrëve ka bërë që të mos vendosen ende. Ndërka që Remzi Saliu nga Drejtoria e Arsimit deklaroi se punimet në shkollën fillore Fajkonica do të përfundojnë të hënën me 13 shtator. Të gjitha punët tjera janë kryer, por dyrët ende nuk janë vendos, është një arsye për shkak se janë një tipi dyrët që cilat janë porosit nga jashtë dhe ende nuk kanë rritur. Në bazë të mbikëqyrësve të cilat janë nga USAID, kemi informatin që për të hënën faktikisht dyrët do të jenë vendosur edhe në këtë shkollë. Mësimi do zhvillohet normalisht. Viti i ri shkollor 2011-2012, për dallim nga vitet e tjera, ka filluar më mirë se herët e tjera. Mësimi vijon në 1151 objekte shkollore, ku në 15 shkolla ende nuk kanë përfunduar punimet. Megjithatë, mësimi edhe në këto shkolla ka nisur normalisht edhe pse në kushte as pak normale. Kablogramet e publikuara në Wikileaks vazhdojnë të vënë në pa ngjarje rreth marrëdhënieve të elitës politike në Kosovë. Së fundmi një kablogram që bazohet në letrat e ish ambasadorës amerikane në Kosovë, Tina Kajdanov, e përshkruan krye parlamentarin Jakub Krasniqi si sfiduesin numër 1 të kryeministrit Hashim Thaçi. Kablogramet e Wikileaksit ne sjellin figurën e Jakub Krasniqit dhe një biografi të gjatë të tij kur fitoi për herë të parë votat për kryetar parlamenti. Ish ambasadorja amerikane Tina Kajdanov e përshkruan Krasniqin si një ish mësues historie, të burgosur politik dhe zëdhënës i UÇK-s me një retorik të fortë nacionaliste. Kablogrami janari të vitit 2008 e vlerëson Krasniqin si njeri me ndikim të madh në Partinë Demokratike të Kosovës dhe që shpesh herë një oponent të liderit të partisë Hashim Thaçi. Me gjithë mos pajtimet e tij për të thënë gjëra të gabuara në kohë të gabuara, Krasniqi ka treguar bashkëpunim në ekipin e unitetit. Ai ka dëgjuar shumicën e këshillave tona, shkruan Kajdanov. Një detaj tjetër, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ofron për periudhën e Rambujes, ku thuhet se jo zyrtarisht, delegacioni i Kosovës në bisedime e pati emëruar për kryeministër të qeverisë së përkohshme Krasniqin, por kjo thjesht u bë e pamundur për shkak të Hashim Thaçit që synonte kandidaturën. Ambasada nuk ka harruar t'i kujtoj në biografinë e Krasniqit retorikën e tij të ashpër nacionaliste, veçmas ndaj kundërshtarëve politik dhe unmikut, për gjyqet e kësaj të fundit kundër ish luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Krasniqi përgjithsisht përshkruhet si një nacionalist dhe njeri me të cilin mund të bashkëpunohet. Pritjet e ambasadës pas zgjedhjes kryeparlamentar janë se do ta shtojë dinamikën më shumë se pararendësi Koli Berisha. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë Musa Xhaferi, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë, ka përsëritur qëndrimin e shtetit të tij se ngjarjet e fundit në veri të Kosovës janë kundërkushtetuese dhe kundër çdo standardi. Ai me këtë rast ka thënë se Maqedonia do t'i ofrojë Kosovës të gjitha përvojat e saj pozitive sa i përket integrimeve evropiane. Shkupi zyrtar nuk sheh predispozita se mund të hapet çështja e ndarjes së veriut të Kosovës, pasi ky do të ishte një eksperiment i rrezikshëm për rajonin. Ky ka qenë komenti i zëvendës kryeministrit të Maqedonisë Musa Xhaferi, i cili po qëndron në Kosovë. Ne nuk e shohim ashtu se ka predispozita ose kushte se mund të hapet çështja e ndarjeve. Për arsye se të gjithë e dinë se ka pas shumë ndarje me shkapërderdhjen e ish Jugosllavisë dhe çdo eksperimentim i këtij do të ishte i rrezikshëm për stabilitetin politik e tjerë këtu të rajonit. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë këto komente i bëri pas takimit me zëvendës kryeministrin e qeverisë së Kosovës Hajredin Kuqi, me të cilin kanë biseduar edhe për bashkëpunimin ndërfshinjësor.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri i Kosovës Hajredin Kuqi ka thënë se qeveria e Kosovës konsideron se me Maqedoninë nuk ka asnjë çështje të hapur. Qeveria e Republikës së Kosovës konsideron që me Republikën e Maqedonisë nuk ka asnjë çështje të hapur, përkundërzi ka mundësi për bashkëpunim të plotë edhe në aspektin politik, edhe atë ekonomik, edhe kulturor dhe në gjitha fushët e tjera. Me zëvendës kryeministrin Xhaferi u pajtuam që këto vullnete politike që ekzistojnë në nivel të dy qeverive, këto gatishmëri që ekzistojnë në mes të dy popujve tanë, edhe popullit maqedon, edhe popullit shqiptar që jeton në Maqedoni, ti materializojmë kuptimin e bashkëpunimit praktik. Duke folur rreth bisedimeve teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe vendimin e masave të reciprocitetit, zëvendës kryeministri Xhaferi tha se Maqedonia është e gatshme që të mbështesë Kosovën me qëllim të intensifikimit të bashkëpunimit ekonomik. Në anën tjetër, edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka pritur në takim zëvendës kryeministrin Xhaferi. Republika e Kosovës është e përkushtuar në ndërtimin e marrëdhënieve të mira me të gjithë fqinjet e vet në funksion të thellimit të bashkëpunimit rajonal, që është një ndër parakushtet kryesore për integrimin e plotë të gjitha vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, theksoi kryeministri Thaçi gjatë takimit. Gjatë ditës, zëvendës kryeministri Musa Xhaferi ka zhvilluar takim edhe me presidenten e Kosovës Atifete Jahjaga. Lëvizja Fol ka publikuar sërish matësin e saj të së vërtetës. Këtë herë, sipas Fol, qytetarët e Kosovës janë gënjur nga kryeministri Hashim Thaçi, Edita Tahiri, Enver Hoxha si dhe nga një ndërkombëtar Fernando Gentilini. Në kuadër të aktivitetit Folje të vërtetën, Lëvizja Fol ka prezantuar edhe 5 deklarata të liderëve politik në Kosovë, të cilat sipas kësaj lëvizje janë cilësuar si të pavërteta. Kemi përzgjedhur 5 deklarata, domethënë ku kemi vlerësuar pas një ulëmtimi që kemi bërë në terren, kemi vlerësuar qëndrueshmërinë e tyre dhe të vërtetat ose jo. Sipas lëvizjes Fol, këtë herë të pavërtetat më të mëdha i kanë thënë kryeministri Hashim Thaçi, kryenegociatorja Edita Tahiri, ministri i punëve të brendshme Bajram Rexhepi dhe përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Kosovë Fernando Gentilini. Fillojmë me të parën, kontrabanda në pikën 9 dhe 39 është ndaluar 100%. Kemi filluar për herë të parë të vëmë rand dhe ligj në atë pjesë të territorit të Republikës Kosovës. Është kryeministri Hashim Thaçi në gusht 2011. Deklarata e dytë, zyrtarët serb të cilët qëndrojnë ilegalisht në territorin e Republikës Kosovës dhe që marrin pjesë në dhunë nuk mund të jenë bashkëbisedues. Është Edita Tahiri, zëvendës kryeministri e qeverisë së Kosovës dhe njëkohësisht negociatore në negociatat që janë duke zhvilluar në Bruksel. Deklarata e katërt, ekziston një urdhër që nëse qytetarët e Kosovës të nacionalitetit serb hasen me targa të cilat i ka filluar t'i lëshojë qeveria e Serbisë, ato duhet të konfiskohen. Ai urdhër është valid dhe ai urdhër nga ne do të implementohet edhe në të ardhmen. Është Bajram Rexhepi, ministri i brendshëm, 26 prill 2011. Kurse deklarata e Gentilinit kishte të bënte me operacionet e policisë së Kosovës në veri, për të cilat ai kishte deklaruar se janë të padobishme. Kurse, sipas lëvizjes Fol, kjo bie ndesh me atë që promovon misioni për sundimin e ligjit në Kosovë. Petrit Zoga nga lëvizja Fol më tutje shtoi se kjo situatë është mjaft shqetësuese, pasi që kjo tregon se kemi një elitë të papërgjegjshme, e cila në vazhdimsi implementon politika të gabuara. Ndonë se me ligjin aktual të shëndetësisë lejohet mundësia që punëtori shëndetësisë publike të punojë me gjysmë orari të punës në sektorin privat, disa nga udhëheqësit e klinikave në qendrën klinike universitare të Kosovës udhëheqin në të njëjtën kohë 2 orare të rregullta të punës. Ata që ballafaqohen me pasojat përsëri janë qytetarët, ndërkohë drejtuesit e institucioneve shëndetësore e mohojnë një gjë të tillë duke thënë se nuk kanë informacione. Dukuria e udhëheqjes së 2 institucioneve shëndetësore, ati publik dhe privat, është mjaft e përhapur në Kosovë, ndërsa institucionet e Kosovës janë treguar të shurdhëra. Ministri i Shëndetësisë Ferida Gani ka thënë se ushtrimi i detyrës së drejtorit në institucion privat mund të bëhet vetëm në gjysmën e orarit të punës në bazë të normave ligjore. Ligji aktual i shëndetësisë e lejon mundësinë e punësimit e punës, në një them, të punëtori shëndetësor, i cili punon në institucionin publik shëndetësor në gjysmën e orarit të punës, pas përfundimit të orarit të punës së rregullt. Dhe
në qoftë se kjo është e vërtet, atëherë ushtrimi i detyrës drejtorit në këtë institucion privat mund të bëhet vetëm në gjysmën e orarit të punës, me siguri pas normave ligjore, po supozoj, sepse është e pamundur që të ketë mbas ligjit 2 orare të rregullta të punës. Agani thot se së shpejti do të shqyrtojnë situatën në tërësi dhe do të merren masa ligjore. Kjo dukurinë që ose është e rastit, unë thash, kjo është në kompetencën e sekretarit përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë, mbas ligjit. Unë do të kërkoj nga ai që të shqyrtoj këtë informat, dhe nëse kjo është e vërtet, të vlerësoj situatën konkrete nga rasti në rast dhe të merr masat e duhura ligjore. Edhe udhëheci i detyrës i drejtorit ekzekutiv të QKUK-s, Lulzim Emini, lidhur me këto raste deklaron se nuk kanë informacion, por thot se do të ketë masa ndaj atyre që shkelin ligjin e punës. Mendoj që nuk mjafton koha të udhëhiqet asnjë institucione LRM 2. Mendoj që ndaj sjelljeve të tilla duhet të ekzistojnë masa ligjore, të cilat duhet të ndërmiren ndaj këtyre, të cilat janë të specifikuara qoftë në ligj ose në ndonjë udhëzim administrativ të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë. Derisa drejtuesit e institucioneve shëndetësore nuk kanë informacione të sakta se cilët janë ata punëtorë që udhëheqin në të njëjtën kohë 2 orare të rregullta të punës, Kosova Presi ka kontaktuar përmes drejtorin e klinikës obstetrike ginekologjike të QKUK-s, Shefqet Lulajn, i cili në të njëjtën kohë e udhëheq edhe klinikën private turko-shqiptare Bahçegji, në të cilën bëhet diagnostifikimi dhe kurimi i IFV-it dhe infertilitetit, shërbimeve të lindjes dhe ato ginekologjike. Duke mos pranuar që të prononcohet para kamerës, Lulaj thot se ky problem është vetëm i tij dhe askujt tjetër. Duke mohuar se ai është njëri nga udhëheqësit e kësaj klinike private, ai shpreh timllëfosur dhe thot se ka aftësi që të kryej 2-3 funksione për 24 orë. Por ajo që thot doktor Lulaj se është vetëm një punëtor i thjesht i klinikës Bahçegji, përgënjeshtrohet nga reklama e klinikës ku Lulaj potencohet si personi kryesor i stafit mjekësor për përkujdesje ndaj pacientëve. Forcat e KFOR-it kanë bërë rotacion në udhëheqje. Drejtuesi i tyre deri më tani generali Erhard Bühler e ka lëshuar komandën në duart e bashkëkombasit të tij Erhard Dryus. Gjatë ceremonisë së mbajtur ka folur edhe presidentja Atifete Jahjaga, e cila ka falendëruar Bühlerin për punën e deritanishme në Kosovë. Generali Gjerman Erhard Dryus ka marrë detyrën e komandantit të KFOR-it nga bashkëvendasi Erhard Bühler. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka vlerësuar për kushtimin që kanë treguar në vazhdimsi forcat e KFOR-it në ruajtjen e paqes dhe sigurisë. Ashtu si edhe komandantët e tjerë të KFOR-it, ju punuat në kohë dhe rrethona të veçanta, mirëpo me mençurinë, përvojën dhe profesionalizmin tuaj, arritët që të kapërceni vështirësitë dhe që gjeni zgjidhje për të kalimin e gjendjes, për parandalim të eskalimit të konfliktit dhe për arritjen e një marrëveshje e cila e kthen normalitetin e gjendjes dhe mundëson jetën dhe të punën e të gjithë qytetarëve. Dorëzimin e komandës së KFOR-it nga generali Erhard Bühler tek generali Erhard Dryus e ka bërë komandanti i forcave të përbashkëta të komandës në Napoli, admirali Samuel Leclerc, i cili tha se shumë shpejt do të vijë edhe koha kur nuk do të jetë e nevojshme prania e forcave paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë. NATO ja kaloi 12 vite duke i kontribuar mjedisit të qetë dhe të sigurt si mjet kryesor për stabilitetin dhe përparimin e vazhdueshëm në Kosovë. Do e vazhdojmë këtë zotim për të siguruar zhvillimin dhe lullëzimin e institucioneve demokratike. Po shikojmë ka dita kur forcat e NATO-s më nuk do të jenë të nevojshme në Kosovë. Ajo ditë është duke u afruar. Ndërkaq komandanti në largim i KFOR-it generali Erhard Bühler vlerësoi se aktualisht situata në veri është stabile dhe e qetë, por sa atje janë ende strukturat kriminale ato që po e friksojnë popullatën në atë pjesë. Sfida tjetër e misionit ishte fakti se jeta në veri të Ibrit ishte stagnuar. Këto qytetarë të Kosovës janë në presion të disa individëve dhe grupeve që kanë zhvilluar një interesim për të ndarë këtë zonë nga pjesa tjetër e Kosovës. Besoj se qytetarë në këtë pjesë në fund të shohin progresin e madh që është arritur për një kohë të shkurtër në jug të Ibrit, për shembull në Shtërps, Graçanicë, Ranilog, Llokot ose Partesh.
Matej Byler ka falendëruar të gjithë ushtarët e KFOR-it për punën e shkëlqyer dhe për kushtimin për misionin e KFOR-it për ruajtjen e sigurisë në Kosovë. Komandanti i sapoemëruar i KFOR-it, General Major Erhard Dryus, karrierën e tij ushtarake ka filluar më 1971, kur ai filloi shërbimin në batalionin e 94 të demonstrimit tankist në Munster. Gjatë 24 orëve të fundit, policia e Kosovës ka kryer disa operacione të cilat kanë rezultuar me arrestimin e 13 personave të dyshuar. Operacionet janë zhvilluar për kapjen e trafikantëve të qenjeve njerëzore, për shpërdorim detyre dhe për mashtrim. Ndjekim në vazhdim blokun me lajme nga siguria. Pas një pune hetimore dhe operative në kuadër të operacionit të koduar me emrin Kurthi, policia ka arritur të arrestoj 8 persona në një fshat e Lipjanit, të cilët dyshohen për kryerjen e veprës penale të trafikimit me qenie njerëzore. Në rastin e fjalë, policia ka identifikuar edhe një viktim të trafikimit të moshës 22 vjeçare. Bëhet e ditur se gjatë hetimeve të rastit hetuesit kanë siguruar prova dhe dëshmi se viktima ishte trafikuar fillimisht nga bosi i rrjetit. I njëjti dyshohet se me pas sistematikisht përmes kërcënimeve dhe përdorimit të forcës e kishte detyruar viktimen të ofronte shërbime seksuale klientëve të ndryshëm në këmbim të hollave. Viktima ishte mbajtur në kontroll për 3 muaj dhe të dyshuarit kryesor kanë përfituar shuma të konsiderueshme materiale nga trafikimi i saj. Viktima aktualisht është strehuar dhe është duke u trajtuar sipas procedurave standarde nacionale për viktimat e trafikimit, ndërsa të gjithë personat të arrestuar me autorizim të prokurorit ju është caktuar masa e ndalimit policor për 48 orë. 2 punonjës e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinës kanë përfunduar në prangat të Policisë së Kosovës me dyshimin e bazuar se në bashkëveprim kanë dëmtuar buxhetin e Kosovës për 70.000 euro. Në lidhje me rastin menjëherë është informuar prokurori publik, i cili u ka caktuar masën e paraburgimit për 30 ditë. Gjatë fazës së hetimeve, njësia kundër krimeve ekonomike dhe korrupsionit ka siguruar dëshmi të mjaftueshme lidhur me keqpërdorimet që i kanë bërë të dyshuarit, ku vetëm nga janari e deri në fund të korrikut të vitit 2010 nuk kanë regjistruar në librin e protokollit dhe as në raportet financiare mbi 1.800 leje importi dhe vlera e tyre e kalon shumën mbi 70.000 euro. Përfitimi është bërë në mënyrë të palishme pasi për çdo leje importi është paguar nga ana kompanive të ndryshme shuma prej 40 eurove. Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionin në Prizren ka bërë arrestimin e 3 personave të dyshuar në ndyshimin e bazuar se kanë kryer veprën penale të mashtrimit sipas kodit penal të Kosovës neni 261. Të dyshuarit kanë mashtruar qytetarët duke ju thënë se janë të autorizuar nga kompania IPCOS për vendosjen e antenave në pika të ndryshme dhe se qytetarët fillimisht duhet të pagueshin shuma të caktuara e më pastaj në baza mujore do të paguajnë qira për këto antena të vendosura. Kështu një qytetari nga rajoni Prizrenit i kanë marrë 12.000 euro në vitin 2009 dhe deri me tani nuk janë përmbajtur marrëveshjet, për çka rezulton se e kanë mashtruar. Rastet e tilla të raportuara janë paraqitur edhe në rajonin e Prishtinës dhe Ferizajt, rastet e cilat janë zgjidhur me sukses nga ana e hetuesve të drejtorisë për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, ku disa të dyshuar janë arrestuar dhe janë dërguar para organeve të drejtësisë. Kinemaja ABC në Prishtinë vazhdon me shfaqjen e filmave më të rinj të kinematografisë botërore. Prej sot fillon shfaqja në 3 termine e filmit Pinguinët e Poperit me regji të Mark Waiters. Në kineman ABC në Prishtinë është shfaqur premiera e filmit Mr. Popper's Penguins, një film i bazuar në librin për fëmijë që mban të njëjtin emër. Jim Carrey në rolin kryesor është një biznesmen dhe baba i divorcuar. Ajo shumë i dhëm pas punës dhe nuk merret shumë me familjen e tij. Gjatë fëmijërisë së tij, babai i tij ka lundruar nëpër shumë vende të botës dhe nuk ka pasur mundësi t'i ofrojë dashuri prindore derisa edhe vdiq. Babai i tij lën atij 6 pinguin, të cilët i sillin shumë probleme dhe ai dëshiron t'i dërgojë në korp zoologjik e mos t'i mbajë, deri në momentin kur kupton se duke i pasur pinguinët afër, i ndihmon të rregullon marrëdhëniet e tij me fëmijët. I got your number, E kështu ndryshon edhe jeta e tij.
Ku pas shumë ngjarjeve që ndodhin, ai në fund arrin të bashkohet me familjen e tij. Regjin e filmit e ka bërë Mark Waters dhe u shfaq për herë të parë me 17 qershor 2011. Në rolet kryesore luajnë Jim Carrey, Carla Guino dhe Angela Lansbury. Filmi do të shfaqet çdo ditë në orën 16, 18 dhe 20 në kineman ABC në Prishtinë. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare. Në Libi po vazhdojnë ende luftimet mes kryengrisëve libian të udhëhequr nga Këshilli Kombëtar i Tranzicionit dhe besnikëve të ish kolonelit Muammar Gaddafi. Këtyre të fundit dita ditës po ngushtohet laku pasi kryengritësit po avancojnë drejt Bani Walid dhe zonave të mbetura nën kontroll të forcave të Gaddafit. Së fundi edhe Interpoli ka urdhëruar arrestimin e ish-liderit të Libis, djalit të tij Saif al-Islam dhe shefit të inteligjencës Abdullah al-Senusi. Trupi më i lartë policor ka kërkuar ndihmën në 188 vendeve anëtare për kapjen e 3 personave në fjalë me kërkesë të prokurorisë së gjykatës ndërkombëtare për krime. Urdhëri për arrestimin e tyre është lëshuar nga gjykata në muajin qershor nën akuzat për krime kundër njerëzimit. Vendodhja e Gaddafit mbetet ende e panjohur, ndërsa vet ai, përmes një audio mesazhi të bërë publik ditë më parë, ka hedhur poshtë spekulimet se është larguar nga vendi dhe ka kërkuar nga përkrajësit e tij vazhdimin e mbrojtjes së vendit. Tani u sjellim shkurtimisht të dhënat meteorologjike. Sot në Kosovë ka mbajtur mod kryesisht i kthjellët dhe me diell. Temperaturat janë luhatur mes 14 e 29 gradë Celsius. Për nesër pritet mot i mirë derisa temperaturat pritet të luhaten mes 15 dhe 28 gradë Celsius. Në fund ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni të lajmeve. Gaboni njeh Kosovën, shkon në 82 numri i njohjeve. Shkolla Fajkonica pa dyer, drejtoresha gjen zgjidhjen mësim me përshpëritje. Ikën Erhard Büller, vjen Erhard Dryus, Kfore mbetet në duart e Gjermanisë. Shëndetësia në kolaps, mjekët punojnë kur të duan dhe ku të duan. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.